Hoq, si e kështë këshillu një person i cili kur nuk u ka falë? Do shta bënë të sebe për që ki fjallimi, në përmet medjave, që dhe dole, e janisa i me nama. Si e kështë këshillu? Kështu, na shikuesit tonë, vlezërit tonë, motra tona, para se gjithash ju themi, ju duan për hirtë Zotit. E kur ta duesh që kanë për hirtë Allahut, duesh me ja tregu edhe atë ëmbëlsien dhe atë shijen më të mirë shpirtërore që ka e kije. Mos e mbajsh veç për veti. E ke pa dikush është egoist, edhe veç për veti don. O, tregoja ëmbëlsin, tregoja kënaqësinë, tregoje lumëtorin që ti e përjeton me Allahun dhul xhelal në namaz. E tash, kur dikush s'u ka fal asnjëherë, si ka rrosë sejgje Zotit asnjëherë, ka mundësi me pas edhe këse njerëz, ju themi këto hala jenë vëllezërit tonë, jenë motrat tona, por ju themi mundohuni, vetëm pak ta lidhni kontaktin me Zotin, se ti e ke të putur, vetëm lidhe pak telin. Lidhe pak telin dhe do ta shofsh çfarë drite ke me pa. Se ai mendon se është në dritë, por faktikisht ai nuk është në dritë, por është në errësirë. Her pas heri vijnë do drita të vogla dhe mendon se e ka pa këtë botën, jo se ke pa dunjojën. Bota e vërtet dhe dunjoja e vërtet e zemrës tonë dhe e shpirtit tonë është kur të reflekton drita e imanit. E tash, ata të cilët nuk kanë bën namaz, ju themi e jani, sidomos këtë muaj të Ramazanit. Nëse ti e mban Ramazanin dhe nuk e ke his namazin, unë nuk tham se Ramazani jot u prish, ama mos e njollos shtyllën. E ke një shtyllë para Ramazanit, që është namazi. Namazin e shkele, Ramazanin e respektove. Unë e tham, mos e shkel namazin, se ki mundësi Ramazanin mes me mojë që je i smut, ama edhe me qeni i smut me namaz nuk ban me lanë. E tash, o ti vlla, ose o ti motër, mundohu, fillimisht provoje. Provoje se nuk bëhet nami. Njerëzit kanë provu sende të ndaluara. E dibe që është haram, po takshiri bet, qëfar shije ka? Edhe e ka quni bardak. Për shemë ka të rija në mashru dhe kanë pi alkohol. Diku që jetë thot, e di që është e keqe, ama po thojnë, kur po e pi me cigare që atë barin, po të bëhet livadh toka. Edhe ai e shijon, të ndalesa. Ai qetri thot, une kum pije bari, por thot ki hashishi, po thojnë është, hala ma knasi ndin. Para me do, a ka be knasi prej barit, edhe prej hashishit, dhe prej sendeve narkotike? S'ka. Kretë medicina thot s'ka. Gjithë bota, besimtare dhe jo besimtare, thojnë s'ka. Mirë pa, ai thot ka. E një farë knasie. Ajo knasia që e shejtanit, nuk është e Rahmanit. E na ju themi, e janë i provoni pak, këtë namaz. Edhe pastroni zemrën dhe bëni një jetin për hirtë Allah. Dhe fillo pak, veç birja Allah i në sejde. O, vetëm t'i bish Allah i në sejde, gjithat këshia të dalin për kryes. Gjitha ato mendimet të ronda, se njëri kur përbën sejde, si pas psikologve, por edhe shumë prej mjekve thojnë, dhe më thonën, këtë ajo e keqja toka e thith. E thith toka dhe pastrohet mendja jote, pastrohet zemra jote. Në tash nuk e bëjmë këtë ibadet pse na pastrohet mendja, ne e bëjmë për Allah, por namazi qep shumë sende pastaj. E tash ju themi, vëllezërve tonë, ju themi motrave tona, hajde për hir të Allahut, për hir të muajit bekum, të Ramazanit, që jemi duke e nderu. Sepse nëse e nderon, edhe ai ti ka me të nderu. Nëse e nderon namazin, edhe namazi ka me të nderu. Nëse ti e respekton, o ka me të respektu. Edhe ai që ta ka obligu, ka me të shpërbli, sepse ti mundesh, por vetës kemi bo keq. Për atë dhe themi, ti mos agjera, por agjerimi të ndihmon, jashta shpirtit, jashta zemrët, jashta që do të ndërmjetëson në ditën e gjykimit, do të jetë ndërmjetësim për të agjerimi. Themi edhe në të aspektin shëndetësor, është një dobi shumë e madhe, që unë këtë lëmi nuk përdu me hi, por edhe namazin në të aspektin shëndetësor të ndihmon trupin, të ndihmon mendjen, të ndihmon syrin, të ndihmon veshin, të ndihmon gjymtyrat, gjithë trupin
fizikisht ta ndihmon, e mos flasmi për shpirtin dhe për zemrën, që ne kemi një shparasti shumë të madhe, edhe këto të cilët u parashru pitja që se kanë punën e namazit, as pak gjatë jetës tyre, e ka një boshllok. E ka një boshllok në zemrën e tyre që na duhet t'i thrasim ka shpëtimi. E na ju themi hajdeni në namaz që të shpëtoni. Nga xhenemi, shpëtim nga xhenemi. Po nga xhenemi. Tash pejgamberi alayhis salam ku e ka ndik natësinë më të madhe? E keni parasysh pejgamberi Allah i ka thonë Bilalit radiallahu anhu, ja Bilal erihna bis salat. O Bilal, ti rezonin që të kënaqemi, të qetësohemi në namaz. Edhe ne themi o vëllezër dhe ju motra, hajdeni qetësohuni, stabilizohuni, drejtohuni, lutuni, se keni me gjetë kënaqësinë dhe lezetin më të madh vetëm në ibadetin e Zotit që quhet namaz.